Brenda shtëpisë së Big Brother, situata arrin një moment kritik kur prindërit e Klodit vendosin të reagojnë pas një incidenti të rëndësishëm. Ata denoncojnë publikisht rastin kur Limi i ka dhënë një goditje Klodit, duke treguar shqetësimin e tyre të madh dhe mbështetjen për djalin e tyre. Prindërit e Klodit shprehin mlefin dhe zemërimin për situatën, duke theksuar se një veprim i tillë nuk duhet të ndodhte brenda shtëpisë dhe se siguria dhe respekti për banorët duhet të jetë prioritet. Ndërkohë, duket se produksioni i Big Brother ka një qasje tjetër ndaj ngjarjes. Pamjet e incidentit nuk transmetohen siç ndodhin realisht dhe disa detaje të rëndësishme duken të fshehura. Kjo krijon një ndjesi se situata është manipulueshme dhe se publiku nuk po merr të gjithë informacionin për ngjarjen. Kjo përplas situatën, pasi prindërit e Klodit e shohin si një padrejtësi dhe e konsiderojnë se produksioni po i shmanget përgjegjësisë për incidentin. Banorët e tjerë brenda shtëpisë ndjejnë tensionin dhe shqetësimin që vjen nga ky incident. Disa janë të habitur nga reagimi i prindërve dhe nga mënyra se si produksioni po e menaxhon situatën, ndërsa të tjerët përpiqen të interpretojnë pse pamjet nuk dalin në ekran dhe çfarë ka ndodhur realisht. Ndërkohë, Klodi ndjehet i mbrojtur nga familja e tij, por gjithashtu i frikësuar dhe i shqetësuar për mënyrën se si kjo mund të ndikojë në imazhin e tij dhe në situatën brenda shtëpisë. Incidenti dhe reagimi i prindërve krijojnë një tension emocional të fortë, jo vetëm për Klodin, por edhe për banorët e tjerë dhe për publikun që ndjek episodet. Fakti që produksioni duket se po fsheh disa detaje e bën situatën më dramatike, duke shtuar mister dhe debat midis banorëve dhe shikuesve. Çdo fjalë dhe çdo veprim i banorëve përreth përshkallëzon tensionin dhe e bën skenën të duket më serioze dhe e rëndësishme. Ky episod shfaqet si një nga momentet më të tensionuara dhe dramatike brenda shtëpisë, ku mbrojtja e familjes, veprimet e Limës dhe mënyra e menaxhimit nga produksioni ndërthuren për të krijuar një histori të fortë dhe të diskutueshme. Publiku dhe banorët mbeten të intriguar, duke pritur të shohin se si do të zhvillohet më tej situata dhe cili do të jetë ndikimi i këtij incidenti mbi marrëdhëniet dhe dramat brenda shtëpisë.